Gjykata e posaçme ka shtyr seancën paraprake ndaj Erion Veliaj duke pranuar kështu kërkesën për të marrë kohë për t'u njohur me aktet. Në këto kushte, gjykata ka caktuar të premte në orën 9 seancën ndaj Veliajt. Kryebashkiaku ishte i pranishëm sot në seancë, ndërsa prokuroria e posaçme përfaqësohet nga prokurori Ols Dado. Ndërkohë, GKK ka rrëzuar kërkesat e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, i cili donte që t'i krijoheshin kushte për t'u njohur me aktet e dosjes. Kryetari i Bashkisë kërkoi një pajisje teknologjike në burg ose të lejohej çdo ditë që të vinte në gjykat për të studiuar dosjen, por kërkesat u refuzuan. Veliaj deklaroi në seancë se i është mohuar e drejta për të njohur me aktet e dosjes, ndërsa ka theksuar se vendosja e tij në kafaz është trajtim degradues dhe në kundërshtim me të drejtat e njeriut. Seanca u shtypur në datën 5 dhjetor pasi gjykata pranoi kërkesën e Veliajt për t'u njohur me aktet. Ai u arrestua me urdhër të SPAK më 10 shkurt të këtij viti. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet nga SPAK për disa vepra penale: korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyresi dhe futje e sendeve të ndaluara në qeli. Nga gjetjet e SPAK rezulton se në të paktën 9 raste Erion Veliaj ka kryer akte korrupsioni pasiv. SPAK thot se në këmbim të përfitimeve të parregullta në para dhe pasuri të paluajtshme, Veliaj ka dhënë leje ndërtimi apo fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Të përfshirë në këtë dosje janë edhe 28 persona të tjerë, kryesisht biznesmen.